nuk është çështja e Sirisë si mollsherri. Problemi është e hegemonizmi të dyja palëve. Pra turqit shohin shtrirjen e tyre neo-otomaniste, ndërsa Izraeli ka interes shtrirjen e hegemonisë vet për të arritur Izraelin e madh. Pra, ky Izraeli i madh, në rast se turqit arrin të bëjnë neo-otomanizmin e tyre, pra ta shtrinë atë dhe të bëhen lider në rajonin për çështë në lider në bazë të vendeve sunite, pasi ka një plan të tashmë të deklaruar të Turqisë, ajo në bisedimet me Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë deklaruar disa herë edhe në këtë radhë që ishte Fidan Hakan atje që do t'i tërheqin forcat e tyre nga Siria. Në momentin e tërheqjes forcave nga Siria, Turqia ka propozuar ngritjen e një platforme, ajo quhen platformë ndërmjet Turqisë, Jordanisë, Libanit, Sirisë dhe Irakut. Po. Dhe liderin e kësaj platforme do ta bëjë Turqia. Pra Turqia bëhet lideri i sunizmit në këtë dhe duke qenë si lideri i sunizmit në këtë moment, atëherë bashkon të gjitha vendet muslimane sunite në rajon duke ndaluar hegemonizmin izraelit. Dhe Izraelit i intereson të ndara këto vende, pra nuk interesojnë të bashkuara dhe në një leadership turk. Prandaj këtu kemi këtë përplasje hegemoniste të dyja palëve. Aktualisht të dyja palët në fillim kanë qenë pushtuese në Siri, ndërsa tash kanë ndryshuar pozicionet. Aktualisht Turqia nuk është më pushtuese sepse është me miratim të qeverisë siriane, ndërsa Izraeli vazhdon të jetë forcë pushtuese dhe shtet pushtues sepse nuk ka as miratimin e qeverisë siriane dhe as një miratim tjetër. Pra,